Ulet çmimi i karburanteve në vend. Bordi i transparencës në mbledhjen e radhës ka vendosur që nafta do të tregtohet për qytetarët jo më shumë se 210 lek për litër, duke ulur me gati 10 lek vetëm brenda 24 orëve. Më herët nafta tregtoi me 220 lek për litër, po ashtu bordi ka vendosur që edhe çmimi i benzinës të ulet. Tashmë në të gjitha pikat e karburanteve në vend, 1 litër benzinë do të shitet jo më shumë se 173 lek për litër, duke ulur me 8 lek. Më herët benzina tregtoi me 181 lek për litër. Çmimet e caktuara do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit, ku do të pasqyrohen ndryshimet e çmimeve të shitjes në tregjet ndërkombëtare. Çdo operator i shitjes me shumicë apo pakicë nën produkteve të naftës në vend ka detyrimin për zbatimin e vendimeve të bordit, ndërkohë që duke qenë se çmimet e karburanteve tashmë rezultojnë nën tavanin 220 lek për litër, atëherë akti normativ për uljen e akcizës me 20% shfuqizohet. Tashmë në përllogaritjen e çmimit fundor, niveli i akcizës do të zbatohet i plot, pra 100%. Ky vendim për uljen e çmimit të karburanteve në vend nga Bordi i Transparencës vjen pas uljes së çmimit të naftës në tregjet ndërkombëtare, që pas vendosjes së armpushimit midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, një fuqi naftë në bursa po shitet nën $100, duke pësuar një rënje të konsiderueshme me gati 12%.